Përmbytjet kanë shkaktuar dëme të shumta në tokat bujqësore dhe në njësinë administrative Dajq të Bashkisë Shkodër. Me një problematikë të tillë është hasur dhe familja Mlloja në fshatin Mushan të njësisë Dajq. 72 vjeçari Hamza Mlloja thotë se uji ka qëndruar në toka mbi 10 ditë, ndërsa thekson se askush nuk është interesuar për dëmet që janë shkaktuar. Tu ka qëndruar uji llogaritëm mi 10 ditë ka që është uji. Unë jam kënë në Itali, kur kam ardhur, mua ka thënë kjo kujshia e ki pas ujin deri në shkallë, shtëpisë. Kur kam ardhur unë kam gjetë tukujena të mbarë intervjisen, e shken komplet e metrën në ujë. Unë i këtë serën e kam pas komplet metrën në ujë. Kush nuk e kanë për këtë punë, ju e një parë që pa vini. Pjesë argjinaturës për mranda kam tokën tjetër anej, është komplet në ujë. Komplet në ujë. Deri në çfarë s'ka kush më bë dëme që është këtu? Ja, se shken kërkush. Se çfarë bëhet, tek bëhet, nuk dina gjë. Unë këtu, për shembull serën e kam dëm. I ta janë gjonat atër edhe pemt, edhe kush ka lullet dekorative, janë lullet dekorative me anë argjinaturës. Mlloja thotë se përmbytjet u shkaktuan vetëm nga hidrocentralet, pasi shkarkojnë pa kriter. Ai më thon kush ka të vjen uji ty, mu vjen prej argjinaturës. Vrijon argjinatura, vjen vetëm në ujë. Argjinaturë, uji vjen prej aty vetëm prej hidrocentraleve. Na prej ujit që nuk merr kur. Vetëm prej hidrocentraleve, lëshojnë ujë pa kriter. Pra vetëm shkarkimet na përmesin ne. Që është e se të shoj 1000 metër kub ujë në sekund, dije mirë se ka lëshu 1500-2000. Se për një natë, mu që 1 metër ujë, nuk ka të binë shkinë sa të dojnë. Se nuk jena se jena 10 vjeqe, 20 vjeqe, jem 72 vjeqe. Unë i kam përjetu tonë, kam edhe 2010-ën, e në 2012-ën, që në 2010-ën që kja shken me të lujtë me një kresë. E ishtu, unë nuk e kuptoj, 8 mesin për jorë. Përmbytje ndër vite kanë ndikuar që banorët të zonës të zgjidhin rrugën e emigrimit, shton 72 vjeçari. Unë fëmijët i kam jashtë tonë, se s'ka në çfarë bojnë do. Një çfarë s'ka në çfarë bojnë. Unë anej dalë shkoj rri, vi, anej jetë tjetër, këtu e jetë tjetër, këtu s'ta varkush. A ka ndiku këto përmbytje domethënë shpeshta që banorët e zonës mu largu në emigrim gjatë këtyre viteve? Po s'ka ndiku më po qef, hey, fëmia mi, më dhon çfarë dush nuk vin më do. Por në që e shvija, bële, i pa të thonë, babëta nuk merë në mama të punë, s'kena që bojmë të ati. Ta thojnë mi prënë këto, që me i prënë këto, kuj me e prënë këto, që me bënë këto. Tu punë i gjanë nuk siguron kush, atër merresh me bujësin, me të shtu së përgjigjet kush. Uji vjen të akoma në tokat bujqësore, teksa Dajqi ka qenë në zonat me të prekur nga përmbytjet në territorin e Bashkisë Shkodër.